Parashikimi javor 18 deri në 24 maj. Një javë që mund të ndryshojë fatin e disa shenjave. Kjo javë nuk sjell qetësi. Ajo sjell lëvizje që mund të tronditin plane, marrëdhënie dhe vendime që shumë njerëz mendonin se ishin të sigurta. Nga 18 deri në 24 maj, disa shenja do ndihen sikur gjithçka po ndryshon pa paralajmërim. Një e vërtet mund të dalë në dritë, një person mund të tregojë fytyrën reale dhe një zgjedhje e marrë në pak sekonda mund të ndikojë për shumë më gjatë nga sa mendon. Por java fsheh edhe diçka tjetër. Për disa shenja, kjo mund të jetë java ku fillon kthesa më e madhe e këtij muaji. Dhe këtë herë, renditja nuk do të jetë normale. Shenjat do t'i zbulojnë nga energjia më e dobët, deri tek ato që mund të përjetojnë javën më të fuqishme të majit. Virgjëresha. Kjo javë mund të bëjë të ndjesh se disa situata po rëndojnë emocionalisht më shumë nga sa kishe menduar dhe kjo mund të ndikojë në mënyrën si reagon ndaj njerëzve rreth teje. Nga 18 deri në 24 maj, mund të kuptosh se jo gjithçka mund të kontrollohet vetëm me logjikë dhe planifikim. Në punë, një zhvillim i papritur mund të krijojë vonesa ose tension që kërkon më shumë durim nga ana jote. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i ftohtë mund të bëjë të reflektosh seriozisht për një lidhje të rëndësishme. Mos u përpiq të mbash gjithçka brenda vetes. Është një javë për të kuptuar atë që po të lodh realisht dhe për të mos injoruar emocionet. Nëse arrin të reagosh me qetësi dhe jo me nervozizëm, mund të shmangësh një distancim që do të ishte i vështirë për t'u rikuperuar. Peshqit. Një situatë emocionale që ke shmangur prej kohësh mund të rikthehet më fort gjatë kësaj jave dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa ndjenja nuk mund të fshihen më. Nga 18 deri në 24 maj, intuita jote do të jetë jashtëzakonisht e fortë dhe kjo mund të të ndihmojë të kuptosh gjëra që të tjerët nuk arrin t'i shohin. Në punë, një zhvillim i papritur mund të krijojë pasiguri për një drejtim që të dukej i qartë deri tani. Në marrëdhënie, një reagim ose një mungesë reagimi mund të zbulojë një të vërtetë që ka qenë e fshehur për shumë kohë. Mos u mbyll plotësisht në mendimet e tua. Është një javë për të dëgjuar instinktin dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh atë që po kupton, mund të ndryshosh mënyrën si e sheh vazhdimin e një situate të rëndësishme. Britsjapi. Një situatë që e kishe mbajtur nën kontroll për një kohë të gjatë mund të fillojë të lëkundet dhe kjo mund të bëjë të ndihesh më i tensionuar se zakonisht gjatë javës. Nga 18 deri në 24 maj, mund të kuptosh se disa gjëra nuk varen plotësisht nga vendimet e tua dhe kjo mund të të detyrojë të ndryshosh mënyrën si po reagon. Në punë, një zhvillim i papritur mund të kërkojë më shumë fleksibilitet dhe durim. Në marrëdhënie, një distancë emocionale mund të bëhet më e dukshme dhe të shtyjë drejt reflektimit serioz. Mos u përpiq të kontrollosh çdo detaj vetëm për të ruajtur qetësinë. Është një javë për të parë realitetin me qartësi dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të ruash balancën emocionale, mund të shmangësh një përplasje që do të komplikonte gjithçka. Gaforja. Kjo javë mund të bëjë të kuptosh se disa njerëz po tregojnë anën e tyre reale më shumë përmes sjelljeve sesa përmes fjalëve dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si i sheh disa marrëdhënie. Nga 18 deri në 24 maj, emocionet do të lëvizin fort dhe mund të ndjesh her pas here lodhje ose paqartësi për një situatë që të ka shqetësuar prej kohësh. Në punë, një zhvillim i vogël mund të ketë ndikim më të madh nga sa duket në fillim dhe kjo do të kërkojë vëmendjen tënde të plotë. Në marrëdhënie, një heshtje ose një reagim i papritur mund të zbulojë më shumë nga sa është thënë deri tani. Mos e lër frikën të të pengojë të përballesh me realitetin. Nëse arrin të ruash qetësinë emocionale dhe të dëgjosh intuitën, mund të kuptosh kush meriton vërtet të qëndrojë pranë teje. Peshorja. Një ekuilibër që ke ruajtur me shumë përpjekje mund të fillojë të thyet gjatë kësaj jave dhe kjo mund të detyrojë të marrësh një vendim që ke shtyrë prej kohësh. Nga 18 deri në 24 maj, mund të kuptosh se disa situata nuk mund të mbahen më pezull vetëm për të shmangur tensionin. Në punë, një zgjedhje e rëndësishme mund të ndikojë në mënyrën si do të vazhdojnë gjërat gjatë javëve në vazhdim.
Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për shumë kohë. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë duke harruar atë që ndjen vetë. Është një javë për të vendosur kufi të qartë dhe për të reaguar me sinqeritet. Nëse arrin të pranosh realitetin pa frikë, mund të shmangësh një situatë që do të bëhej shumë më e rëndë më vonë. Binjakët. Kjo javë mund të sjellë më shumë lëvizje dhe zhvillime nga sa pret dhe pikërisht kjo do të bëjë të ndjesh se diçka po ndryshon shumë shpejt rreth teje. Nga 18 deri në 24 maj, bisedat, informacionet dhe situatat do të lëvizin me ritëm të fortë dhe disa prej tyre mund të japin një avantazh të rëndësishëm. Në punë, një ide ose një kontakt mund të hap një drejtim të ri që nuk e kishe menduar më parë. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të zbulojë emocione ose qëllime që nuk janë shprehur deri tani. Mos reago menjëherë ndaj çdo gjëje që dëgjon. Është një javë për të analizuar me kujdes dhe për të kuptuar kush po flet me sinqeritet. Nëse arrin të lidhësh detajet në kohën e duhur, mund të marrësh një avantazh shumë të rëndësishëm. Demi. Një energji më e fortë fillon të lëviz rreth teje gjatë kësaj jave dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra që dukeshin të bllokuara po fillojnë më në fund të ndryshojnë. Nga 18 deri në 24 maj, mund të marrësh një sinjal, një mundësi ose një zhvillim që të shtyn drejt një hapi të ri. Në punë, një ndryshim i vogël mund të sjellë më shumë stabilitet ose siguri për vazhdimin. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të tregojë se dikush po e sheh lidhjen me sy krejt tjetër nga më parë. Mos u kap fort pas mënyrave të vjetra të vepruarit vetëm sepse të japin rehati. Është një javë për të qenë më i hapur ndaj asaj që po ndryshon. Nëse arrin të reagosh në momentin e duhur, mund të hysh në një fazë shumë më pozitive. Shigjetari. Një energji shumë më dinamike fillon të lëviz rreth teje gjatë kësaj jave dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa dyer që mendon se janë mbyllur, në të vërtetë po fillojnë të hapen përsëri. Nga 18 deri në 24 maj, mund të ndjesh një shtysë të fortë për të ndryshuar ritëm, për të marrë një vendim të guximshëm ose për të lënë pas diçka që nuk të përfaqëson më. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një mundësi që kërkon reagim të shpejtë dhe vetbesim. Në marrëdhënie, një takim ose një bisedë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos e humb energjinë duke menduar pafundësisht për atë që mund të ndodhë. Është një javë për të vepruar dhe për të mos qëndruar në vend. Nëse arrin të kapësh momentin e duhur, mund të hysh në një fazë shumë të rëndësishme. Ujori. Kjo javë mund të sjellë një ndryshim të fortë në mënyrën si e sheh të ardhmen dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa kufi që i kishe vendosur vetes nuk kanë më kuptim. Nga 18 deri në 24 maj, energjia rreth teje fillon të bëhet më intensive dhe disa zhvillime mund të japin ndjesinë se je shumë pranë një kthese të rëndësishme. Në punë, një ide ose një mundësi mund të hapë një drejtim që të tjerët nuk arrin ende ta kuptojnë. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të tregojë se dikush po mendon shumë më seriozisht për ty nga sa kishe besuar. Mos e kufizo veten nga frika e gabimit. Është një javë ku duhet të mendosh më lirshëm dhe të reagosh me besim tek intuita jote. Nëse arrin të mos dyshosh tek vetja, mund të hapësh një fazë shumë pozitive. Akrepi. Një energji shumë e fortë po lëviz rreth teje gjatë kësaj jave dhe kjo mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk do të mbeten më të fshehura si më parë. Nga 18 deri në 24 maj, intuita jote do të jetë jashtëzakonisht e fortë dhe kjo mund të japë një avantazh që shumë njerëz rreth teje nuk do ta kuptojnë menjëherë. Në punë, një zhvillim i fshehtë ose një informacion mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë të rëndësishme. Në marrëdhënie, një reagim i papritur mund të zbulojë emocione që kanë qenë të mbajtura në heshtje për shumë kohë. Mos reagoj me impuls edhe nëse emocionet bëhen të forta. Është një javë ku fuqia jote vjen nga qetësia dhe kontrolli. Nëse arrin të lexosh situatat me kujdes, mund të marrësh kontrollin mbi gjithçka. Dashi. Kjo javë mund të vendos përballë një momenti ku nuk do të kesh më kohë për të pritur ose për të menduar pafundësisht për atë që duhet bërë.
Nga 18 deri në 24 maj, energjia rreth teje fillon të bëhet më intensive dhe disa situata mund të lëvizin shumë më shpejt nga sa kishe parashikuar. Në punë, një zhvillim i papritur mund të japë një mundësi që kërkon guxim dhe reagim të menjëhershëm. Në marrëdhënie, një përballje ose një bisedë e fortë mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person që ka pasur ndikim të madh tek ti mos reagojë me impuls vetëm sepse emocionet bëhen më të forta gjatë javës. Është një periudhë ku duhet të përdorësh energjinë për të ndërtuar dhe jo për të shpërthyer. Nëse arrin të ruash kontrollin, mund të hysh në një fazë shumë më të fuqishme. Luani. Kjo mund të jetë java ku kupton se diçka e madhe po fillon të ndryshojë për ty dhe këtë herë energjia nuk vjen me dyshime, por me shtysë të fortë për të vepruar. Nga 18 deri në 24 maj, mund të ndjesh sikur gjithçka po të shtyn drejt një drejtimi të ri dhe disa zhvillime mund të ndodhin shumë më shpejt nga sa e kishe imagjinuar. Në punë, një mundësi, një takim ose një vendim mund të hapë një fazë që sjell më shumë sukses dhe vëmendje. Në marrëdhënie, një afrim ose një reagim i sinqert mund të ndryshojë krejt atmosferën emocionale rreth teje. Mos e humb këtë energji duke pritur konfirmim nga të tjerët. Është një javë ku duhet të besosh tek vetja dhe të marrësh hapin që ke menduar prej kohësh. Nëse vepron me guxim, mund të hysh në një fazë shumë të fuqishme. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën "Kthesa" nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.